Protesta në presion, kur shteti ngre dorë mbi një të drejtë kushtetuese. Përplasjet mes protestuesve dhe forcave të rendit, të regjistruara pas ditën e së dielës përballë kryeministrisë, rikthen një problem të vjetër dhe serioz në Shqipëri, trajtim represiv të protestës paqësore. Thirrjet turp të keni dhe akuzat për prani policore të veshur civil që fotografonin qytetarët, të denoncuara publikisht nga kryetari i Shqipëria bëhet, ndezën tensionet dhe quan në përplasje verbale e fizike. Sipas dëshmive nga protesta, disa individ të identifikuar si efektiv të policisë në civil u larguan nga turma mes thirrjeve dhe revoltës së qytetarëve. Këto pamje, pavarësisht interpretimeve, ngrej një çështje thelbësore, pse monitorohen dhe intimidohen protestuesit, dhe mbi të gjitha kush mban përgjegjësi kur kufiri mes rendit dhe represionit kalohet. Protesta është e drejtë, jo privilegj. E drejta për të mbledhur dhe protestuar është e garantuar nga Kushtetuta e Shqipërisë dhe nga Konventa Europiane për të drejtat e njerëzit. Ajo nuk kushtohet nga bindjet politike të protestuesve dhe nuk mund të relativizohet sipas interesit të qeverisë së radhës. Çdo përpjekje për të friksuar qytetarët, qoftë përmes filmimit selektiv, qoftë përmes dhunës, cenon thelbin e demokracisë. Standardet ndërkombëtare janë të qarta. Policia duhet të lehtësojë protestën paqësore, jo ta shtypë atë. Përdorimi i forcës lejohet vetëm si masë e fundit, në mënyrë proporcionale dhe të justifikuar. Çdo devijim nga këto parime përbën shkelje. Intimidimi prodhon precedent të rrezikshëm. Trajtimi sotëm i protestuesve nuk është thjesht një incident i izoluar. Është sinjal. Sot janë këta qytetarë, nesër mund të jetë kushdo. Normalizimi i dhunës dhe i survejimit në protesta krijon një precedent që gërryen besimin publik dhe nxit për shkallëzim, jo stabilitet. Protesta dhe protestuesit janë zëri i një kombi, një mekanizëm korrigjues sidomosdoshëm kur institucionet dështojnë të dëgjojnë. Ti godasësh do të thotë të godasësh vetë sovranitetin qytetar. Thirrje për përgjegjësi. Kërkohet transparencë e plot mbi rolin e forcave të rendit, identifikimi i çdo shkeljeje dhe ndëshkimi sipas ligjit. Po aq e rëndësishme është që autoritetet të riafirmojnë publikisht se askush nuk ka të drejtë të ngrejë dorë mbi protestuesit dhe se monitorimi intimidues është i papranueshëm. Në një demokraci funksionale, pushteti nuk i friksohet protestës, i përgjigjet asaj. Shqipëria nuk ka nevojë për më shumë tension, ka nevojë për respekt ndaj ligjit, dinjitetit qytetar dhe të drejtave themelore.